Atje ku mund të ndihmojnë francezët, do punosh me francezët. Atje ku mund të ndihmojë Turqia, do punosh me turqit. Atje ku mund të ndihmojë Arabia Saudite, do punosh me Arabinë Saudite. Atje ku mund të ndihmojnë amerikanët me amerikanët, atje ku mund të ndihmojnë britanikët me britanikët, po kudo do shohësh edhe elementin e interesit edhe të ekonomisë. Pasi e përsëris dhe njerë kemi të bëjmë me një kontinent që ka shumë popullsi, edhe popullsia është e varfër, kështu që interesat ekonomike janë të dorës parë. Sudanin e kemi një shtet shumë të rëndësishëm. Aty po ndodh një luftë civile gati. Aty ka 30 vjet. Në fillim ishte me Sudanin Jugor që u nda dhe u njoh si shtet. Xhuba është kryeqyteti sot. Apo e kemi edhe Darfurin, kemi një rajon atje në perëndim të. Dhe pastaj është Darfuri. Po Sudani është gjithashtu një nga shtetet më të pasura të asaj zone. Pasi e thash kalon Nili, por është edhe pikpamje ekonomike. Kur jemi te Nili këtu, kalon për këto 3 shtete, pra kalon Etiopi, kemi Sudan dhe Egjipt. Tani kemi një problem ndërmjet Egjiptit dhe Etiopisë për shkak të ndërtimit të disa digave të mëdha. Dhe flitet për një luftë të mundshme ndërmjet Egjiptit dhe Etiopisë. Mund ta ndal Egjipti nga ajo lartësia atje lart. Se bëjnë dot një luftë direkte sepse s'kan kufi direkt. Nuk kanë kufi direkt, por Egjipti ka pas baza ushtarake brenda Sudanit. Kjo është gjë tjetër. Po. Por çështja është që me zhvillimet e fundit në Sudan, superfuqi është bërë Rusia, një pjesë madhe e Sudanit. Pra nuk mund bëhet pa ulur. Edhe pastaj është roli i Kinës, sepse Kina dhe India kanë zhvilluar një pushtim të heshtur ekonomik të kontinentit. Do ta diskutojmë atë në pjesë tjetër. Edhe një pyetje në raport me Kosovën. Pse s'kemi ambasadë ne si Kosovë në Egjipt, s'paku një vend qendror në Afrikë? Do të pyesësh kryeministrin e Kosovës, presidentin e Kosovës, ministrin e jashtme të Kosovës. Mendova mos di ti diçka. Mua më duket absurde që për shembull kemi në studi ata do i pyesim edhe ata. U bë njoja, sepse unë mendoj që se kanë fare prioritet. Kur u bë njoja nga Kenia, duhet të ishte deklaruar siç u deklarua hapja e ambasadës me shumë të drejtë në Jeruzalem, duhet të ishte deklaruar edhe hapja e ambasadës në Nairobi. Nuk kemi ne ambasadë në Nairobi. S'ke. Nuk kemi asnjë në. Po s'keni sepse se keni pas në prioritet. S'paku Shqipëria e pas ka një. Tash jo, po Shqipëria do hapi edhe një tjetër, në fakt i duhen të hapi një 10, domethënë, po unë po them në prioritet. Më së paktu duhet të ketë disa ambasada sipas rajoneve. Për shembull duhet të ketë një ambasadë për gjithë Afrikën Jugore, pra të gjesh një shtet nga ku do lobosh për njëjtë e tjera. Një ambasadë në zonën, po kjo e Kenias, me që Kenia të ka njohur, domethënë, një ambasadë në perëndim dhe një ambasadë në vendet veriore. E përmendë pak atje Afrikën perëndimore, pra ato hartat që janë të ndara shumë shtetit.